Bad Bunny shkroi histori në shfaqjen për ndeshjen e Super Bowl në stadiumin Santa Clara të Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara. I veshur me të bardha dhe me mbiemrin e tij të stampuar në bluzë, ai hapi shfaqjen me Titi Pregunto, duke e transformuar skenën në një porrallë vizuale të adheut të tij, me skallam sheqerit e pavës tradicionale. Performanca e tij të rësisht në spanjisht ishte një kremtim energjik i stileve të ndryshme muzikore, ndërsa pjesë e performancës ishin edhe Lady Gaga dhe Ricky Martin. Ai zgjodhi të thoshte një varg në anglisht, Zoti e bekoft Amerikan, përpara se të rendiste kombet e Amerikës qendrore, jugore dhe veriore, ndërsa valltarët mbanin flamujt e tyre. Ndërkohë një mesazh në Billboard shkruante: "E vetmja gjë më e fuqishme se urrejtja është dashuria." Përveç komenteve pozitive, shfaqja u shoqërua edhe me kritika. Siç pritej, presidenti i SBA Donald Trump, i cili nuk ishte në shfaqje, e kritikoi ashpër performancën e Bad Bunny, duke e quajtur atë një fyerje ndaj madhështisë së Amerikës. Shfaqja e pjesës së parë të Super Bowl është absolutisht e tmerrshme, një nga më të këqijat ndonjëherë. Nuk ka kuptim, është një fyerje për madhështinë e Amerikës dhe nuk përfaqëson standardet tona të suksesit, kreativitetit apo ekselencës. Çdo Super Bowl zakonisht tërheq mesatërisht rreth 127 milion shikues, ndërkohë vitin e kaluar shfaqja theu rekord shikimesh me 133 milion.